prej kur ke nisë mu marrë me pajtimin e gjaqeve që sa vite po bohen, edhe a kene i rast të veçantë që të kanë ngel memorie që është më i veçantë? Du me ta shpalos një rast veçantë që është hera e parë për shpalos. Zotin nderoj, faleminderit shumë. Zoti po më frymëzon, mënyrë që po më rikujton se kemi shumë raste. Disa nuk mundem për shkak ndjeshmërive të rastit. Qashtu e kuptoj. Disa kena mundësi. Hera e parë që kom bo pajtim. Një djalosh i ri, para se me kris lufta, isha imam në njërin prej katuneve që i ceka më herët. Edhe duke shku me bo iftar, fëmijat e cilët të në herë ty të kujtohet fort mirë, haleli dashur, që është delshëm e pritshëm iftar. Gëzimi madh. Gëzimi madh. Kandelar, Qashtu. u bo iftar. O konë interesant ai refreni që e kena këndu krejt fëmëria e shqiptarisë. Pa dallim ku ata kanë. Shumë e vërtet. Edhe duke shku, thash, hajdeni thash, jo kena me shku në iftar. Ja nisëm po kojnë ata fëmija. Tha na nuk mundëm, tha me ardhë. Thash pse? Tha se këta kujshit, tha, na jena mbele me ta. E prindrit tanë, tha, e në të nguju. Edhe nuk bon azan. Kur hyra atë, hoxha gjithmonë e ka thirrë azanin. Edhe më kanë pritur, kanë e procedura shumë e bukur. Shëret. E formelume, pa shkrume. Edhe une spari bënim iftar me disa petlat, kujtohet fort mirë. Pastaj e falëm akshamin, pastaj e hanëm darkën e iftarit. Kështu ka qenë organizimi. Edhe une nuk po ulem drejt pe kënë i kametin. Plaku po thot, plaku i shtëpis. Pse tha nuk po ulesh hoq? Thash une nuk ha iftar sa të me juve. Tha pse? Thash deri sa nuk hajnë iftar, thash edhe ata kushit e juj me neve, po tha na jena në gjak me ta. Thash, po na jena mujnë e Ramazanit, që shkau na ka ronë për mikre. Shqiptari s'ka pushk për vëlla. Shqiptari ka buk për vëlla. Uli plaku e ka nis me kajt. Edhe po mdoket, pesha, ty këshyrë në fotografia ta djem që ishin të vram. Ka bërtit me zotë madhë, filjan. Kum bo bebre se se foli qa. Shko thire tha, se me hemet zotit, kam boke s'kam pushk. Nuk e kisha thonë të dikon tjetër, sa herë kom dosht me thonë dikon tjetër, më ka ik për memorjes. As një rast tjetër s'po më kujtohet veç që Zotin nderoft. Pra, pas ke nisë rasti parë para lufte edhe vazhdon edhe sot e kësaj ditë.